Territori shqiptar për datën 5 nëntor do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme me mot kryesisht të kthjellë dhe vranësira të lehta kalimtare në disa zona malore dhe jugore. Paraditja do të karakterizohet nga kthjellime të shkurtra, ndërsa në orët e pasdites do të ketë alternime me vranësira në shumë zona të vendit. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 5 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 21 gradë Celsius në zonat e ulta dhe qendrore. Gjatë ditës pritet të ketë rreth 5 deri në 6 orë diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi juglindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond, ndërsa në bregdet herë pas here mund të arrijë deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar, nga 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 5 nëntor 2025 pritet të jetë i moderuar rreth 3. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 5 nëntor do të jetë në orën 6:10 minuta, ndërsa perëndimi në orën 16:39 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 12 deri në 18 gradë Celsius. Kukës, 6 deri në 14 gradë Celsius. Peshkopi, 7 deri në 13 gradë Celsius. Tiranë, 14 deri në 20 gradë Celsius. Durrës, 13 deri në 21 gradë Celsius. Kavaj, 11 deri në 20 gradë Celsius. Elbasan, 13 deri në 20 gradë Celsius. Berat, 12 deri në 21 gradë Celsius. Korçë, 5 deri në 11 gradë Celsius. Vlorë, 13 deri në 20 gradë Celsius. Gjirokastër, 12 deri në 18 gradë Celsius. Sarandë, 14 deri në 21 gradë Celsius.